Sistemi i prokurimeve publike me inteligjencë artificiale do të jetë gati brenda këtij mandati. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama gjatë një konferencë përshtyp me drejtoreshën e Agjencisë së Prokurimeve Publike, Reida Kashta. Tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Sipas kryeministrit, rol kyç në këtë transformim do të ketë platforma Diella. Ajo do menaxhojë automatikisht procesin e prokurimeve publike duke eliminuar dokumentet fizike dhe procedurat burokratike. Asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimet publike, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë Diella, por e përsëris, i gjithë procesi do të jetë plotësisht i gjurmueshëm. Numër 1 i qeverisë foli edhe për Akshin, duke thënë se ky institucion nuk do funksionojë më i vetëm, pasi në ndihmë do të vijë një agjenci e re. Akshi do të funksionojë i ndar me një shoqëri të re publike, Albanian Digital Solutions, e cila do të jetë një kompani 100% shtetërore. Kapitulli 5 për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian sipas kryeministrit Edi Rama është në rrugën e duhur, pasi ka një ecuri të mirë në prokurimet publike. Shqipëria është në një fazë shumë të avancuar të përparimit në këtë fushë dhe nga ana tjetër të pozicionimit në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, drejtoresha e Agjencisë së Prokurimeve Publike renditi vlerësimet pozitive ndërkombëtare për Shqipërinë, duke theksuar se vendi paraqitet me tregues më të mirë se disa shtete të Bashkimit Evropian në këtë sektor.